Më la përshtypje kur tha që ka 10 vite që agjeron, ke qeni ma i ri në mosh, pa dash me ta zbulu moshën. E keni zbulu ma ti. E zbulujmë që është i pa martuar, mjafton. Njëherë hoxha mas një tashte. Po që shtu vjen kismeti. Bile të kjo pike kisha pos një kërkesë publike. Mamër gjitha kamera. Labe ta plotësoni monën se plotësimi besimit është martesa. Martesa e fëmijët, labë është një unë ju kam shumë miq. Mos ma ndra debatin. Jo, s'më ndra debatin, po që jemi në publik, me nxjerr këto sekrete nuk është shumë fer. Ja, është pak fer, se na për të mirën tonë. Jo, doja të thoja se ma ndrove edhe ti. Qa të la përshtypje? Më la përshtypje sepse prej një moshe matri, deri me tani ka ndru edhe, unë e thash edhe në fillim të emisionit që ka ndru edhe mënyra, traditat e agjërimit. Nëse dikur ka qenë ngrohtësia që të mbledhemi të gjithë në shtëpi, sa du bo gogja moderne, pi marrim dhe mysafir, pi qojmë në restoran, okej, kur gjo kondër, po ka ndryshu. Si e ke përjetu para 10 vite dhe si e përjeton, apo si sot pëlqen më shumë tash apo atëherë? Jo, dikur sigurisht që e kom përjetu më mirë edhe tamam e kom përjetu Ramazanit, për shkak që e kemi pas afër xhamien, kemi dalë minarën kur kallën kandilat, e kom përjetu shumë më mirë. Sot nuk është që e përjetoj, po mënoj e përjetoj, që është në restorantave, këtyne gjanave që e the shumë mirë e teksove, që nuk po më përmbush, nuk po më bën muni taman sofër. Ajo ngrohtësia nuk është ma? Po, nuk është, edhe mas një e thash edhe më herët se nështë po bjem më ripërsërit, edhe gjithsa prej njerëzve që i kemi da shumë nuk janë në mesin tonë, edhe gjithçka mungon, kur gjama nuk është në vendin e vetë. Edhe normalisht që sot është nështë pak ma i zbet, edhe më vjen shumë keq që jetojmë në qëtë periudhë, qëtë kaos të madhë, po se di, nështë edhe këto ka që shtuet ashtu një metë, Zoti ka dhe këto diçka. Unë jam tipik ajo shqiptarja lapë që i kam 6 karrika në shpe, po i thiri 30 mysafir për iftar. Se më ronë mendo diçka tjetër, zakonisht kur e flet ti, për këtë pjesë ti thuj, jo, unë nuk e gjuj këtë pjesë, unë e ruj. Edhe për njëse, do me thonë, nështë edhe aty, edhe këtë kohë që jetojmë, ose jam bjerë, ka diçka.